Përshëndetje dhe mirë se po takohemi të dashur shikues. E diela na bashkoi sërish në ora 18 këtu në emisionin Rinia, ku tash shumë javë kujdesemi që të sjellim pranë jush mysafir të rinj të talentuar, të cilët kanë arritur që të kenë një impakt të jashtëzakonshëm në komunitet. E patjetër si çdo të diel edhe këtë javë kam kënaqësinë që tavolinën e podcastit tonë, emisionit Rinia, ta ndaj me bashkëprezantuesin Endin Zërza. Endi, përshëndetje. Përshëndetje Arsan, përshëndetje ty, përshëndetje gjithë atyre që po na ndjekin edhe sonte, edhe këtë diele, edhe këtë javë, pra nga ora 18 në televizionin Syrivizion, siç tha do Arsan. Me podcastin Rinia duke sjellur tek ju çdo javë fytyra, personalitete, profesione, e po ashtu edhe karriera shumë të suksesshme të ndryshme. Edhe këtë javë jemi këtu së bashku pra me një tjetër profesion, le të themi kështu. Hiç më larg se disa javë kemi pasur në po të njëjtin tavolinë një parokjer, i cili ka ndarë shumë nga bota e femrave, e që sot do diskutoj me një tjetër stilist meshkuj, pra me një berber i cili do të na prezantoj pak më shumë me botën e meshkujve. Henor Krezda. Përshëndetje Henor. Përshëndetje. Faleminderit për ftesë. Faleminderit ty Henor që i pranuar sot me qenë pjesë e jona. Me gjithë shef. Atëherë Henor, duke qenë se tashmë stili jot është kthyer në një viralitet dhe kemi parë që puna jote është tashmë është bërë goxha virale dhe ti ke arritur që të korrësh suksese të shumta në fushën të cilën ti vetë e zotron, le të themi, por gjithmonë unë dhe Endi e kemi zakon që në fillim të emisionit të kthehemi pak te hapat e parë, se si ka lindur ajo dëshira për këtë profesion, si kanë qenë hapat e parë, fillet e para, ku i ke marrë? Hapat e parë i kam marrë nga familja ime, gjithë kemi punuar këtë profesion, e kemi trashëguar që 5 gjenerata. Prej së gjyshit, babës edhe agjes ta me punojmë. Po ashtu një kam edhe 2 motrat që mirën me këtë profesion. Edhe e kam pasjen, e adhuroj këtë gjë që e bëj. E adhuron, por unë dua të ndalim pak më shumë kur e kuptove që pikërisht ky pasion është pra ai profesioni që do të kesh në të ardhmen. E kuptova në shkollë të mesme kam qenë. Unë edhe kryesha shkollën edhe dilsha në dyqan të baba jam, kur totalisht u përqendrova tek zanat, isha në shkollë të mesme. Kur përqendrova totalisht tek ky profesion, e parë që këtu kam gjetë veten. Edhe thash të vazhdoj me këtë punë. Henor, ti ke marrë pjesë edhe në për intervista të ndryshme, në për televizionet të tjera në Kosovë, e më gjerë dhe ke pasur rastin që të pyetesh edhe për punën që ti e bën duke qenë se puna jote ka arritur që të marrë edhe personazhe të ndryshme të famshme, le të themi, ose VIP. Si ka qenë ajo pjesa VIP-ve, pjesa marketingut, ato hapat e parë kur e ke parë që me të vërtetë që puna jote është shumë e dëshiruar? Unë bazë të fort punës time kam pas edhe marketingin prej fillimit kur e kam filluar këtij profesioni. Po ka për shumë emra të ndryshëm. Marketingi ka sjell shumë emra të ndryshëm në lokalin tonë. Unë për shumë figura të popularizuara kujdesem, sidomos në qytetin tonë, gjithë personazhet e njohura i rregullojnë, si basketbollistët e qytetit komplet i rregullojnë. Këngëtarët Xhenjet Tishin për shembull e kam kryesorin, apo kupton, këta personazhe lipin shumë për kushtim. Henor, ceket që punojnë me shumë personazhe publike, pra me VIP të ndryshëm, por sa është e vështirë t'ju përshtatesh pra stilit të tyre dhe të punosh me ta? Personazhet publike kërkojnë shumë, sidomos kohën e kërkojnë ndryshimin në stil krejt kohën. Për shembull, këngëtarët, muzikantat dëshirojnë shumë të ndrojnë stile, apo kupton, duhesh më kon shumë i përqendruar. A mund ta cekim ndoshta një emër, cili ka qenë për ty personazhi më i vështirë që e ke hasë dhe e ke pasur në duar pra? Që personazhin si personazh më vështirë, unë e dini e kam pas musafir edhe në dyqanin tim edhe kryeministrin, Albin Kurtin, po me ato kam kaluar lehtë. Ka shumë personazhe që s'po më thonë emrin edhe vështirë edhe të lehta që kaloj lehtë me ta. Në rregull. Po kur jemi të raportet me klientët VIP, le të themi, si qëndron pastaj ajo marrëdhënia juaj pas punës që ata vinë në dyqan, a vazhdon ajo marrëdhënia shumë sociale? Vazhdon marrëdhënia edhe mboret edhe prej frizerit, prej meje, për shembull, unë jam shumë social. Apo më kupton edhe më gjithmonë mirë me të gjithë, kam muhabet me gjithë që ju heki flokët. E cek Arsan më herët pra, në fillim që ke qenë pjesë edhe intervistave tjera, edhe e mediave tjera. Sa ka ndiku pra ky publicitet që të kanë bërë ata le të themi në punën tënde? A ke pasur ndoshta edhe mishtrërin të rinj
Po, ndikon normalisht, ndikon shumë marketingi, publiciteti, si që e keni po i mbo edhe shumë viral me intervistat që i kom pas, disa pjesë i kam shkput, i kam hedhën TikTok, ato kanë hedhë shumë, apo më kupton normal që kanë sjell emra të ri. E ceke që intervistat kanë qenë goxha të pranishme në jetën tënde kohëve të fundit, si e ka ndryshuar aspektin profesional kjo pjesë? Unë gjithmonë kam dëshirë më konë modest në punën që e bëj. Apo më kupton, kam qetë me najtë në kom tokë gjithmonë. E nuk është që kam ndryshu fort në raport me klientat. I pres mirë, i bëj, domethënë gjithë obligimet ndaj klientit i kryej me rregull. Po a e ke parë që është shtuar ndoshta edhe më shumë puna duke qenë se tash më e bërë po. Viraliteti bjen emra të ri, njerëz të ri, punë më shumë, gjithçka lidhet. Viraliteti ka atë anën pozitive, por për ty, a ka pas edhe atë anën ndoshta negative, po, atë anën sfiduese? Po, unë prej fillimeve të mia, unë kompleks nuk kam pas kur gjë. Jam komplekset i kam të heqen për jetës time. Ka shumë komente negative në për TikTok, në rrjetet sociale, asnjë nuk e kam shikur. Apo më kupton, nuk është që i marr fort parasysh, veç anën pozitive mendoj më gjet senave, gjërave. Po ndoshta nga intensiteti i punës së madhe që ke pas pra edhe me njerëz shumë të rëndësishëm të skenës shqiptare, edhe me ata ndoshta që janë të ndryshëm në profesione, atë ka bërë ndoshta të tërhiqesh pak nga profesioni ose të kërkosh pak pushim, pak kjo është punë stresuese dhe të lodhur, shumë e vërtet, kërkon njëri pak pushim. Po e du shumë këtë profesion, apo më kupton, edhe nuk kam qef më largu shumë. I rri shumë strekt. Unë në orën 8 vetëm e më gjenë në sallën, në mëngjes. Deri në 7 mbrëmje aty jam për ditë. Do të thonë janë diku të 11 orë punë intensive. Pa ndalë. E çfarë të ka shtyr përpos dëshirës së madhe, sepse ti the që profesioni i berberit ty të ka pëlqyer shumë edhe duke qenë se është trashëguar ndër gjenerata, vazhdon të mbetet ajo dëshira për ta vazhduar edhe më tej. Kom dash me çun tjetër nivel. Kom dash me çun tjetër nivel, aty që të punim të obo, apo më kupton, jam të dash sa më shumë i ngrit këtë profesion. Fiks kur the që dëshiron ta ngrisësh sa më shumë. A është ai pjesa që ti si henor, si një berber i ri dëshiron të sjellësh risi në këtë pjesë? Normal, unë gjithmonë edhe mas punës, domethënë kur shkoj në shtëpi, kur e kryj punën time, non stop jam duke menduar për këtë punë, çysh më apo me bë diçka të re, me bë diçka tjetër. Apo më kupton? Jam edhe në rrjetet sociale non stop jam aktiv, bëj slogane të reja, postoj foto të reja, apo më kupton, merr na intensivisht me këtë profesion. Merresh intensivisht me këtë profesion, po unë po du më ndalë tek pjesa e paragjykimeve. Ti ceke disa paragjykime në rrjetet sociale që i ke ha, se ceke që ndoshta nuk ndikohesh shumë nga to. Po, a ke pas ndoshta paragjykime nga të afërmit? Zakonisht familjen e kom pas mbështetje më të madhe. Në çdo sant që e kom bën, çdo gjë që e kom bën, familjen e kom pas mbështetje. Nuk kam kanë paragjykuar kur. As familja e gjerë? Ja, jo, edhe nuk pa dish, unë të ngushtën e marr pak më parasysh, apo nuk më nin pak më larg. Çka më thonë, nuk. Po besoj që mbështetja familjes ty të ka dërguar shumë edhe më përpara që ti të vazhdosh edhe e ajo pjesa si ka qenë, si janë ndjer ata kur e kanë parë që djali i tyre, vëllai, po arrin të korrë suksese kaq të mëdha, të jetë prezente edhe nëpër intervista të shumta e pastaj që normalisht që me rritjen e intervistave të shtohet edhe intensiteti i punës, të ketë edhe më shumë kërkesa të klientëve. Zakonisht intervistat ata i shohin grumull, intervistat e mia mbledhin gret familje që po jo normal e kanë prit shumë mirë këtë punë, apo më kanë mbështet shumë deri tash, faleminderit. Nuk më ka mungu kur gjë prej tyre. Do të thonë edhe një falënderim publik për familjen që gjithmonë, po. E kanë mbështet në maksimum. Cekem që ke qenë pjesë e medjave, pjesë e emisioneve, intervistave të ndryshme, po ashtu sot je pjesë e jona, pjesë e televizionit Syrivizion, dhe po du me të pyet sa është të rëndësishme për ty ai marketingu i medjave të ndryshme, i kanaleve televizive të ndryshme, si e ndjer kur ta kanë bërë ftesën për herë të parë të jesh pra pjesë e televizionit. Tash po ta tregoj. Zakonisht frizerat, berberat në qytetin ton e kanë pas obligim me dalë me punu, mi kry qatë punë ditore, me s'po marë fort me ki që është. Unë jam njërin ndërta që e kom shti marketingin në treg, në qytetin tonë. Apo më kupton, jam ndër frizerat e parë që kom intervist. Apo më kupton, tash puna për lëp mu paraqit pak. Nuk për mund është mo kanë maru ato gjana. Duhesh mi paraqit punën që e bën. Intervista parë kur më kanë thirrën kretë natë nuk më fletë, nuk më ka marrë gjumi. E ka di pi emocioneve që i kom pas.
Kërkon pra më shumë promovim, profesione të ndryshme, jo vetëm ndoshta berber të jesh, por edhe moderator dhe gazetar dhe çfarë do lloj profesioni që ke. Duhet më përkushtu. Shumë duhet më përkushtu. Rasti nuk ka kur gjësh në çdo aspekt. Rastia nuk ekziston. Duhet më punu fort për më korr sukses. Ndonë se i ri në mosh, për le themi që në karrierë dhe në hapat e karrierës janë zakonisht i madh. Henor duke qenë se në Çakov le themi që ka mjaft berber, ka frizer të shumt, qoftë për meshkuj, qoftë për femra, të cilët e vazhdojnë profesionin e tyre, por duke qenë se ti e ceke që marketingu ka qenë pjesë e jotja kryesore dhe ndryshimet e ndryshme dhe që mundohesh që çdo herë të sjellësh risi në këtë profesion. Çfarë mendon ti që të dallon ty nga profesionistët e tjerë që ndoshta mund të kenë edhe dekada punë në këtë profesion? Po unë e penisën atash pi babës tamë dhe pi agjes tamë, më kuptoni kam që 40 vjet baba jam është frizer hek floka, më kupton. Po ashtu të vëllai jam që 20 e sa vjet. Po unë i kom njek trendet e reja, më kupton. Unë i kom njek, jam lidhur me njerëz, jam lidhur për shembull unë kam mik të ngushtë edhe frizerin në Prishtinë Rizën për shembull, më kupton. Edhe është nga marketingi shumë i fortë. Kom mësu dhe piti shumë, apo di. Më dallon, për shembull më dallon mos unë nuk kam komplekse për frizerave që. Paragjikimet, apo më kupton fjalët shka folin nuk e marrë fort, nuk është që ndikojnë tonë. Ajo mu më dallon prej tjerëve. Shumë mirë, është shumë i mirë. Ajo ty dallon prej tjerëve, unë po du mundohal pikërisht pra këtu. Pikërisht tek konkurenca. Konkurenca, a ka konkurencë në këtë fushë, në këtë profesion? A ka ndoshta edhe ajo konkurenca egër që ndoshta ne nuk e shohim në rrjetet sociale. Duke qenë se krejt çka shohim në rrjetet sociale është një produkt final i mrekullueshëm. Po. Në video. Ka konkurencë. Në çdo profesion tash po ka konkurencë. Ka konkurencë. Për çto duhet më ko non stop i fokusun, për çto nuk iki se gjithë qysh kam qef me nejt. Kur kush më s'fam dal për mi, apo më kupton? Të nert me nejt në hype, në top form. Ka konkurencë të madhe. Henor, duke qenë se stili jot është pak më ndryshe, edhe patjetër që puna jote dëshiron që të vlerësohet jashtëzakonisht shumë edhe ajo shihet shumë. Por a ke ti ndonjë specifik tënden që për shembull vjen dikush një personazh le themi, edhe i prem flokët e tij, edhe me një herë vëren atë që është stili jot, me një herë vëren që është puna jote. A e ke ti ndonjë vulë tënden specifike le themi që njihet puna, kjo është puna e berberit Henor Gresa? 90% e klientave për shembull kur vin për të portone 90%, mos të 100%, 90%, nuk kam tregojnë hiç që është mjek flokët. Apo më kupton? Thonë, unë edhe vrej ta shokrit edhe vazhdoj me punë tema. Apidis, as nuk kam qef milion me fol hiç. Më tregoj hiç. Lema mundur dhe kryet ajo punë e muhabet. Kjo tregon që besoj në punën tënde. Po, për çata është, aty jam ku jam aty. E vërtet, po do mundohal pak ma specifikisht tek trendet. Pra të i cekën fillim disa trendet që krijohen që i ndjek, po në platforma digjitale të ndryshme, në rrjetet sociale të ndryshme, shohim video të ndryshme pra të berberave të ndryshëm, po ti a njeh ato video, a njeh ato trende që ndoshta edhe në Evropë bëjnë buj, apo je më shumë krijon trendet pra, nuk i ndjek? Krijoj trendet edhe kam tash na zakonisht për Evropës, për Amerikës, i marrim trendet i bim Kosovë, më kupton? Po mirë është mi marr pitën edhe mi pruj pari. Apo më kupton? Për shembull, trendet amerikanë janë të përdor për momentin. Taper fade, mid fade, apo më kupton? Këto janë mas por në Amerikën bu. Edhe kena pruna këtu. Po në qytetin ton i kam prune. Besoj që kjo është pak a shumë edhe kënaqësi për ty, sepse shet që je i pari edhe patjetër që në bazë të saj vijnë edhe kërkesat e shumta dhe klientët kërkojnë edhe më shumë, dhe duke qenë se tashmë ti ke marrë pjesë në intervista të ndryshme, je bërë le themi një fytyrë publike sa i përket këtij profesioni, shumë të rinj të cilët neve na shohin nga ekrani, të marrin edhe si një model suksesi që duam të vazhdojnë të jenë në rrugën tënde le themi dhe të ndjekin pjesën e berberit. Por a ka ndonjë pjesë që Henori e vlerëson si pak më të errët të këtij profesioni? Që ishtë tash e ku marrë një djallë të ri është duke marrë zanat tona, i ka 14 vjeqe. Më shkruvi dhe për kom dëshirë marrë dhe shpo, hajde, vish nuk është do më thonë ajo që e shohin Henorin, do më thonë, punen me ftyra publike, i merë lekt edhe jetë në shpi, apo më kuptan, është 11 orë për kushtim, nuk i orar, do më thonë, buken rahat nuk mund është mi hongër, apo më kuptan, është ajo lëpë sakrificë ke muhabet. Nuk është vish, ti mund është edhe me dalë, me bënu për shemë 8 dhe në 12 dhe në 4 me bo pauzë. Po nëse do më mri suksesin, dush me sakrifiku.
E nuk është zanat pak që nuk është shumë i lehtë. Mas ne je kretë kohën në kohë. Nuk mund është mullë asë një minutë. Te ke sakrifiku dhe sakrificat të mëdha që i ke bërë tashmë kanë rezultat. Dhe Po. pikërisht për këtë arsye ne të kemi telefonuar që të jesh sot pjesa jona dhe që padyshim të falenderojmë shumë. Po du më ndalë pikërisht pra ti je le të themi i pari berber në qytetet tona që ke sjell veçanti në këtë fushë. Po, a ke dëshirë që ti të jesh i pari edhe në qytetet tjera, edhe në shtetet tjera, ndoshta ta zhvillosh karrierën për te Gjakovës? Tash që shtregovën ku ta kryj punën, thash mendoj non-stop që më rritë në këtë aspekt. Mendoj edhe me dal, edhe më hap pika tjera, edhe më rrit jashtë Kosovës, po edhe në Gjakov më hap, edhe në pik tjetër. Mendoj, apo kupton non-stop jemi përkushtuar në këtë drejtim. Po cili do ishte ndoshta qyteti ose shteti, ndonjë shtet tjetër që do Qyteti dëshiroj? mas pari shkon Prishtina. Prishtina. Po, ku isha dal me një big salon. Po ndonjë shtet tjetër? Nuk kam dëshirë me shku Kosovën kështu. Më pëlqen me jetu këtu. Shumë mirë të qëndrosh në Kosovë edhe ta vazhdosh profesionin tënd e patjetër që të korrësh suksese të shumta sepse me të vërtetë që njeriu ndihet më mirë aty ku është në vendin e Në vet. rregull jam, më pëlqen këtu. E Henor, sa ka rëndësi për ty folëm për ndjekjen e trendeve? Tha që ndjekja e trendeve, sidomos amerikane edhe në Evropë, është ajo që po përdoret edhe në Kosovë, le të themi. Po kur jemi te këto trendet, klientët kanë kërkesa të ndryshme tradicionale, le të themi, ato të zakonshme. Ndoshta edhe klientët pak më të vjetër që janë e dinë çfarë kërkojnë. Por është e rëndësishme për ty që ti ndjekësh këto trende, a të shkosh sipas kërkesës specifike që ka klienti. Kërkesa specifike e klientit është kryesore. Apo më kupton? Po unë kam ndikim shumë te klienti. Unë si frizer, për shembull, ai më mlyp qysh dush me hek flok, bo me dhënë që shtu të rrinë ma mirë, a vete, ai nuk e diskuton këtë temë. A më kupton, ma besojnë shumë punën. Po, që i ka thuti është qysh kërkon klienti. Çu kërkon klienti? Po ti, si berber, a ke ndonjë stil që nuk të pëlqen fare? Që t'ju bësh ndoshta njerëzve? Që nuk më pëlqen fare? E vërtet. Tash jenë orë trendet e reja, që të rejat më pëlqenjë shumë me flok pak ma të rritnë, që jam unë pak ma klasik. Po. A më kupton? Më pëlqenjë pak ma tepër se këto frizura qërë. Këto ndoshta janë bërë pak më të vjetra, kanë mbetur më... është bo njëjtë, a më kupton? Jenë bo shumë frizura, 90% njerëzve të hek flok një. Për atë punë, kisha pas qef pak me ndryshu njerëzve stil. Ti e ceket që 11 orë puni ke intensive dhe është shumë problem që të dalësh nga puna, sepse normalisht duhet të jesh prezent që gjithë kohës. Po që sot për shembull për intervistë, apo më kupton, nuk du ta mi thirr mi telefonu njerëz çorëse çështut, du na më shkruan intervistë, i shtiv orarët pak. Për këtë ne të falenderojmë shumë dhe besojmë që kjo është ajo pjesa, le të themi, e vështirë e punës tënde, por si arrin ti të menaxhosh edhe këtë pjesën e profesionit, le të themi, të qëndrosh pas karrigës së klientit, e të marrësh pjesë kështu edhe në intervista televizive, duke qenë se kjo nuk është vetëm e para dhe ke pasur shumë edhe më Po përpara. zakonisht klientat kanë dëshirë kur frizeri i tyre merr pjesën për intervista. Po më kupton. Kurse edhe klientat tash është botrand frizeri përkushtohen ndaj frizurave shumë. Edhe kanë dëshirë këtë bëhet frizeri viral. Apo më kupton, edhe kur ju tregoj që këtë ditë nuk jam për këtë arsye, janë të kuptueshëm. Prandaj e gjej kohën, i bëj gjitha. Ja shty orari, rikthejmë prapë intervistave dal se ka një martesë, një fejes, një gjë që Po, duhesh patjetër. gjithsesi rikthejmë në intervistës dhe dal prapë në dyqan dhe i kryj. Sakrificat të mëdha ceka që padyshim të kanë krijuar edhe këtë emër që ke sot. Por normalisht me rritjen e emrit, ndoshta për ty rritet edhe çmimi. Unë po do më ndal te çmimi masaktësisht, edhe po shohim që ditë pas dite në Kosovë, po flas pra për shtetin ton, çmimet rriten në fusha të ndryshme pra. Po besoj që edhe tek ti ka pasur rritje e që ndoshta edhe je kritikua apo jo. Sepse ka edhe berbera të tjerë që e rrisin çmimin dhe kritikohen her pas here sepse ndoshta ne nuk ju kuptojmë juve punën që bëni. Po unë kam bagazh për me rrit. Pikërisht për këtë të pyeta. Po, ka ndodhë, e kom rritë çmimin. Është çmimi pak më i lartë, më kupton. To në servisi, për shembull, mjekër dhe flok kushton 10 euro. Për qytetin e Gjakovës, 90% frizerave kanë ma lirë. Apo më kupton, po nuk ma kanë marrë për të keq. Ma kanë respektu këtë farë punë.
Dhe përkundër rritjes së çmimit përsëri klientela ka qenë e njëjtë. Edhe ka pasur edhe rritje madje. Ka pasur edhe rritje. Dua të ndërlidhem këtu. Që sa vite Enor ti përafërsisht je me këtë profesion, le të themi, që ushtron? Që 12-13 vjet po. Që 12-13 vite. Dhe tash e 12-13 vite, a qëndron klientela e njëjtë që në ditën e parë? Kam shumë klienta që prej ditës parë kur kam fillu, kur nuk kam ndru. Apo më kupton, ata I respektoj temën. Edhe për shembull ka pasur rast kur më shkon pushim në fund sezonit valla, në verë, lep me pushim mas sezon. 2 javë, 10 ditë, 1 javë kanë qëndru, nuk janë qeth fare, më kupton, më kanë prit. Edhe ata I vlerësoj shumë, I respektoj. Kam një numër mjaft madh klientave që më kanë qëndru besnik. Padyshim që kjo është një pjesë krenarie, pra që duhet të ndihesh krenar për punën që bën, sepse pikërisht klientela ata të rëndësishmit e punës tënde, normalisht që të respektojnë dhe të besojnë. Po du me të pyet pikërisht pra tek momentet krenare që ke 1 dekadë në këtë profesion. Cili ka qenë ndoshta momenti që ndi mas shumë të I lumtur për ndonjë arritje që e ke has? Mas shumë të I lumtur për një arritje që kam has është për shembull kur e nërë persona, unë im konë shumë I ri në mosh, ekstrem shumë I ri në mosh, kur më ka shkëllëzen një tishi mi e këflok. O më kuptan, I kom pas 19 vjeqe, 18 vjeqe. Kur im kujdes, a I konë në top. A më kuptan, I ka pas 300 dorës ma në vetë, valla. Apo ide, unë do më dhonë unë im kujdes për flok, për lukun e ti. Unë e kom qedhe dhe shumë figura tjera, do më dhonë të famshme, që vazhdoj t'i regulloj. Po momenti ma top, u konë kur më ka thirë shkelzenit ishin telefon edhe më ka thonë që po kam qef më bo klienti joti edhe sot asaj dite du më thonë që 7 vite vetëm unë mjerëna me lukun e ti. Vazhdimisht? Vazhdimisht. Enor ti ke arritur mjaft shumë në karrierë, le të themi. Por që çdo herë njeriu kërkon të arrijë edhe më shumë shpeshherë nuk është I kënaqur me veten në atë pikë dhe synon gjithmonë për më lart. Ti ndonse ke arritur shumë, a ke edhe diçka tjetër që dëshiron të arrish në karrierën tënde? Jo, unë për ditë thëm vetit hala nuk ja kom nis. Nuk kam comfort zone. Për ditë kam qef dhe më thonë tregova, mu rrit, mu hap, dhe më thonë me qelë edhe në kryeqitet një salon, edhe në Gjakov në pikë qeter. Non stop më nëj, vish ka më bo. Nuk jam kur I qetë. Shumë mirë, të vazhdosh të synosh edhe për mëtej. Kjo është kënaqësia e vetë punës. Kjo është kënaqësia e vetë punës, por po ashtu të investosh në qytete tjera, do të thotë që dhe po ashtu të kesh dëshirë pra të investosh, të mendosh të investosh, kjo do të thotë që ja ke dal edhe në anën e përfitimeve me qenë I kënaqshëm. Po, ja, mirë është me përfitime, në rregull. Enor, atëherë dal nga dal, po I vim fundit, po du me të pyet atë pyetjen e fundit që ja bëjmë unë sa gjithë të ftuarve, a ke ndonjë mesazh për të gjithë ata që janë të rinj moshë dhe dëshirojnë ta ndjekin pikërisht këtë fushë tënde? Po, punoni shumë, përkushtoj ndaj profesionit që dëni mi bu. Thash edhe parë, rastisht kërkush nuk është I suksesshëm. Duhet shumë sakrificë për më qenë I suksesshëm. Puno, ëndra, apo më kupton, edhe mos ju daj asaj që e dën. Një mesazh I mrekullueshëm ky përfund për me përmbyll kështu gjithë intervistën që vetë se e kishim. Enor, faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Faleminderit Enor, faleminderit edhe ty Endi, e patjetër që faleminderit edhe shikuesve që vazhdoni të qëndroni besnik. Tash e rreth 30 javë le themi me emisionin Rinia. Ne patjetër që do takohemi sërish të dielën tjetër në ora 18 me një tjetër të ftuar shumë special apo shumë speciale. Deri në takimin tonë të radhës të dielën tjetër, mirëmbëjtje.